Për të eliminuar rolin e xhamisë dhe të fesë islame, pushteti i kohës i regjimit komunist në Kosovë dhe në Shqipëri ka ndërmarrë masa të pabesueshme për të mos shfaqur identitetin islam në asnjë veprim kombëtar, duke injektuar brezat e ri e veçmas në shkolla, historitë e paqena dhe jo të vërteta për kombin shqiptar. Rast eklatant është ajo rreth vendit se ku është mbajtur kuvendi lidhjes së Prizrenit. Sipas librave të historisë të sistemit komunist dhe pas asaj, akoma shfaqet ndërtesa e vogël e lidhjes së Prizrenit si vendi ku është mbajtur kuvendi me rreth 300 delegatë nga të gjitha vilajetet shqiptare. Në këto tregime shumë të gjata dhe të detajuara ku shpjegohet çdo gjë në asnjë mënyrë nuk cekën disa detaje të vërteta rreth organizimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Objekti vogël në fjalë ka qenë vendi i drejtorit të atëhershëm të medreses e që më vonë u shndrua në godinën qeverisëse të lidhjes shqiptare të Prizrenit, ndërsa vërteta qëndron se kuvendi u mbajt në xhaminë e Gazi Mehmet Pashës, i njohur me mesin e qytetarëve si Xhamia e Bajraklis. Edhe objekti tjetër, ku tani në përdhes është i vendosur sektori etnografik i muzeut të lidhjes, ndërsa në katë galeria arteve me piktura me tematika të kushtuara personaliteteve të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në fakt ka qenë pjesa kompleksit të xhamisë së Bajraklis që ka kryer funksionin e medresesë. Në këtë pjesë kanë qenë të vendosura mësjetorët e nxënësve, ndërsa pjesën më të madhe të organizimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit e bën stafi i medresesë, me krye me drejtorin e saj e muderis Ymer Prizreni. As mësuesit e tjerë të këtij instituti nuk kërsyen asgjë për fe dhe adhe. Medreseja Mehmet Pashës është shkollë simbol jo vetëm në Kosovë, por edhe në të gjithë regionin e Ballkanit. Pas rrëzimit të sistemit totalitar, rrallë kanë qenë historianët që e kanë treguar të vërtetën e ngjarjeve rreth lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe ngjarjet e tjera që ka kaluar kombi shqiptar. Historianët si Skender Rizaj, Muhamet Piraku dhe Enver Batiu, edhe pse kanë marrë guximin për t'i dematuar këto të pavërteta rreth lidhjes shqiptare të Prizrenit, sistemi aktual asnjëherë nuk i ka korrigjuar këto të dhëna në dokumentet zyrtare të Kosovës. Në këtë xhami ku vendi i lidhjes mori vendimin e besa besës, që të mbroj të rojet shqiptare nga synimet shoveniste të shteteve të mëdha evropiane dhe qëllimet glabruese dhe grabitqare të fqinjve të shqiptarve si të Malit të Zi, Serbis, Bullgaris dhe Greqis. Por me gjithat, qoftë edhe më vonë një mbishkrim është vendosur në hyrje tek porta e xhamisë së Bajraklis, ku shënon që në këtë xhami është mbajtur lidhja shqiptare e Prizrenit. Një tjetër rast i hidhur rreth lidhjes së Prizrenit është po ashtu mosvarrosja akoma e ishtrave të Ymer Prizrenit, udhëheqësi të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ishtrat e tij janë sjellë në Kosovë në vitin 1993 dhe akoma gjenden në qeset e plastikës, duke pritur ditën e varrimit deri tek vendi të cilin i ka dashur më së shumti dhe ka bërë hapin më të madh në historinë kombëtare. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.